Unë mendoj që media lokale është jashtëzakonisht e rëndësishme. Sepse përqendrimi në qendër i të gjitha mediave ka sjellë një problem shumë të madh, që ne flasim vetëm për qendrën. Kur në fakt jeta e Shqipërisë nuk është qendra. Jeta e Shqipërisë është periferia. Janë qytetet, por edhe periferit do thoja unë qyteteve të mëdha. Dhe kalimi i gazetarisë në gazetari kryesisht skrivanie, ku gazetari ulet, shet çfarë ka thënë njëri në Facebook, shet çfarë ka deklaruar tjetri në një emision televiziv, i mbledh ato dhe ndërton lajme, ka bërë që ne të mos e njoh, pra gazetaria të jetë shkëputur nga jeta. Deri diu mendoj që gazetari tregonte jetën, sot nuk e tregon më. Dhe i vetmi vend ku kjo jetë mbahet akoma gjallë është media lokale, që për të mbajtur gazetarin të gjallë me jetë dhe pranë njerëzve, për gazetaria të jetë pranë njerëzve, forma më mirë është duke fuqizuar mediat lokale. Unë jam shumë entuziast për projekte si kjo. Jam shumë entuziast për çdo projekt që del nga Tirana. Jam shumë entuziast për gjitha projektet të cilat shkojnë drejt investigimit dhe ndihmojnë investigimin, ndihmojnë investigimin në kushte të reja dhe me teknologji të reja, pra me tools të rinj, siç thuhet, dhe megjitha shkojnë tek mediat lokale. Unë mendoj që dhe fjala bëthiri është ndoshta e tepërt, por nëse dikush nga njerëzit që kanë para në xhep për dhënë për mediat, po më dëgjon, unë do i thoja investoni dhe jepni donacione dhe sponsorizime tek mediat lokale.